të diasporës e bën Albin Kurti. E keni po fjalimin që kanë bojt në të bibin e madhe që? Shpërtërimin më të madhe keni bojë, përsa ta diaspora ka shpërblen me votë dhe Albin Kurtin. Shpërtërimin më e madhe është urrejtja për qore që është e bon një njeri smut pëqek. Jetë lutë. Ashtë më pëse... Është fjala ime. Jetë lutë na, po... Unë jam të dyshu që ka në regull. Qysh gudzan në i hermin në ato fjallë për shlerimtare. Qysh gudzan me përdojnë tema të tjilë për shlerimtare. Okej. Është e papranueshme si etiket. E të reki fjallën e përmisaj. Kam dyshimet e mija që nuk është mirë me shëndet. Po e them, për shkak se... Kam dyshimet tash, nuk konë mjek, të thamë sakë të cilësaj, po kam dyshimet e mija, për shkak se një njeri i përgjeshëm, nuk i folë ato fjallë, nuk i folë ato fjallë për shlerimtare, te edhin që institucionet e Kosovës, që to që janë, të meret e tyne e kanë të gjaku dëshmorve, të veteranët e luftës, të shlerimtare, dhe në vazhdimësi të etiketu, në vazhdimësi të akuzu, në vazhdimësi, target ju ka bo vetë vendosjes lufta, shqimtarët, UÇK-ja, s'di bush ka keni. Një përgjit UÇK-ja, a faktish më... Po, në diska keni u burë. 15 në listë vetë vendosjes janë veteranë të UÇK-s. Tu e përfshi edhe një për i themeluzët e UÇK-s që është familjari. Po, sa folë baci ka një kundër teje. Dhe me thonë e ki mulla Osmanin qëtë për të dëgjam. Për tutëm për dëgjam, ta bojmë se qëre. Tonë mujmë me po zhurëm. Absolutisht kam respekt, hiç nuk e kam personale. As nuk jam këtu për me diskutu për me marrë vota, absolutisht. Hiç, jam të diskutu e drejt e jonja, shkemi luftu për që drejt me dosh venin tonë ma mirë. Jo dhe qëto për dëni me na marrë. S'kemi avdhon kur. Vishtë të gjëtë lutëm. Për shamull e ka mulla Osmanin që ta fynë Skënderbeun. Edhe ka Viktor Buzhalën që thët haptas, duhet mi bon thirrje shteti shqiptar me hek Shqiponjen. Që ti që ky je. A dhe me ta shumë me video. Edhe ka Fatës Gecin që lyp burgim përjetshëm për UÇK-n. Edhe ka Donika Gërvallën që thët kom qut dosje. Jo, unë po manipuloja? Absolutisht jo. Ja, ka mundësi me nxjerr aty ja. Jo, kam qenë qëj fjallë shkar e dejt fjallë të funit në mbrojtje të tramurit kombëtar. Ti këtë absolutisht. Absolut kam qenë. Në fjallë të parë e thamë. Në fjallë të parë e thamë. E thamë që për tramurit kombëtar është delë shumë gjake dhe sakrificë. Mi, a bërë një pyjtje me ta po? Ne na u ka mohu e drejta e përdorimit të ti. Po sështish, a bërë një pyjtje me ta po? Shumë është, njërë decidive s'ta kam thonë. A i bën thirrje kriministit venit ta mësë mi sfidu institucionet tona për mi dërzu prokurorijës? A është në rregull? Qysh është në rregull? A është në rregull, kryeministri venit ta, një kryeminist që nuk e fshat. Mju dërzu kujna? Jo, mju përgjesh thirrjes së prokurorit, jo mju dërzu, mos manipulo. Më thash me ju përgjigj. Me ju përgjigj. Mas pari, kryeministri është ftu si dëshmitar edhe ka thonë po, hajdeni. A duhet mju përgjigj? A duhet mju përgjigj? Ju ka përgjigj. Ka thonë po, hajdeni. Hajde se për tutja? Është dikush tjetër që i ka sfidu policinë edhe regjisor. Dihet kush është në Skënderbeun. Kush është ai? Kush? Dihet sa me lështok. Çata që kanë punësu tonë edhe në që kanë ai deri kush që ka qenë kundër lëvizjes. Që ka qenë kundër lëvizjes vetvendosje. Ky zot Nia. Ne jam kundër lëvizjes vetvendosje. Që ka qenë pro privatizimit. Që ka qenë smunë të më mazjet ku privatizimin e kanë kohë punësu. Privatizimin e kanë kryer PDK-ja dhe LDK-ja se kanë kryer. Ko sfidoj sa me lështok? Sfidoj policinë e Kosovës. Pse? Qysh pse? Pse sfidoj? Shkun atje policia dhe nuk mëjtë në kërgjava po. Policia nuk shkun, po i dërgun me urdhër politik ministri i Brendshëm dhe me një refuzim, me një hezitim të lidershipit policisë, po me urdhër politik, pa nevojë fare, për shkak se ka qenë që ka shku për diçka tjetër, s'ka shku për Sami Lushtokun. Edhe Sami Lushtoku e ka dhënë deklaratën e tij në policit. Mas pari ka qenë një incident izoluar, rrahje, që nuk ka qenë i përfshirë direkt Sami Lushtoku, po dikush i ka sjellë atë. E dënoi çfarë do lloj fyerje, sharje, përdorim dhunës, forcës absolutisht nuk janë për të kërkon, dhe s'na vjen kur gjë. Absolutisht kërkon. Mirë po, tentosh që një lëndim, një rrahje me lëndime të lehta, të konstatuar nga profesionisti mjekësor, edhe ati ka bo presion drejtori spitalit kër është shku me deputeteve të vendosjes, që të ndroj deklaratën, të ndroj raportin, po s'ka pranë, se ka qenë njeri me integritet, dhe ka bo një raport ashtu si shka qenë, dhe mbjekeqe, edhe lëndime trupore që ka mërë mbjekeqe, vetë leta, pa nuk na vynë dhunë na kërkon, pa jo ka ndodhë, dhe pse dohet,
njësi speciale elite me urdhëru, me shku në Skenderaj dhe pa kurfar, absolutisht pa kurfar situata atje. Njësi speciale, më parë se ka që më një është më rëndësi shumë. Çka për të kishë do dërë incident, se qëllimi kanë qenë të ndonë dërë incident në mes të turmës dhe njësive nuk duhet më pas politikanë që shkaktojnë incidentet tilla. I keni dërguar njësi speciale pikërisht për ta. Jo. Se i konvenon, zoti i konvenojnë incidentet të tilla. Ajo është çështje policisë, ajo është çështje policisë. Ajo është çështje policisë në cilën ne nuk se ke dërguar policia Besoj se kena me të çështje kemi tema tjera në incident Sovrasje ndodhin Prishtinë Sovrasje ndodhin. Sovrasje ndodhin Prishtinë dhe ski Ti kthem rrjedhës së debatit me qenë se këtë temë e kena ezauru pra një kohë gjatë festim. Pra ajo që tha Viktor Bozhala, edhe në fakt vetëvendosja është që performanca e institucioneve, pra e ndërmarrje publike, e shtetit ka ecë gjatë këtyre viteve, që është një tregim tjetër i opozitës përballë kësaj që tha zoti Bozhala sonte, që kanë thonë edhe tjerë. Për nisi për kësaj, unë jam goxha shumë i sigurt që edhe këta vetë nuk e besojnë këta që po e deklaron edhe Viktori këto, pra që ka përmirësim, ka zhvillim, nuk e di cilin projekt serioz në Kosovë ka sjell Albin Kurti dhe qeveria e tij tash 6 vite, ka menaxhu buxhet sa krejt qeveritë pas luftës bashk, 21 miliard euro buxhet dhe nuk është në gjendje me tregu asnjë projekt serioz në Kosovë. Ne krejt këtu bashkë edhe si gazetar kur kam qenë, e kemi kritikuar qeveritë e kaluara shpesh për degradime në për disa sektor, për besa dhe për hajnie, për gjitha këto. Në sektor degradim. Ka pasur në për shumë se sektorë. Po ime shifra sakta. Për qeveritë Jo, fola për qeveritë e kaluara, ata që kemi kritikuar dhe ata në degradime ka edhe në qeverinë aktuale edhe më shumë. Këtu deshta me dalë në fakt, me tregu që edhe të kaluarën e kemi kritikuar për degradime hajni, por të paktën bile ata kanë lënë disa projekte që shihen sot në Kosovë. Domethënë me shifra edhe me emra konkret. Po të pyesin ty, përmend ti një projekt serioz që ka sjell Albin Kurti që 6 vjet pushtet. I ka menaxhuar 21 miliard euro buxhet, çfarë sa gati krejt qeveritë e Kosovës bashkë. Çet kallzoj unë. Unë nuk pranoj as lëvizave vendosje. Me e konceptu, me e spjegu ekonominë përmes një projekti, një tenderi, një komandanti, një kutadion. Çka keni bërë? Ekonomia nuk e di ku kanë shku parët, përbes nuk e di për paga. Paga minimale në këtë vend 10 vjetërisht kur kanë qeverisë PDK-ja, LDK-ja ka qenë 170 euro. Jo, ka qenë në periudhë pas luftës ajo. Ka shku të rrit, ka qenë tjetër standard. 10 vjetërisht, deri në 2021 ka qenë 170 euro. Ndërsa për 2021 deri sot është rrit një 4 herë, tash në korrik më rrin 500 euro. 500 euro më rrin. Domethënë jo 2% 5% po më rrin 300%. I ka flet sikur për një botë kështu imagjinare tëndën, ti po jeton Kosovë burr. Po cilat rroga e rritës zotëri? Imagjinare paga minimale në këtë vend me një korrik